Atit në komision përëndorë më akuzuan se fuza anën personale në punë, po s'ka lidhje është dhe, po ne, është drejta ime të këtë punë. Hajde në Shqipë që problemi me mua se kom qenë mëso, komision ka qenë pikrisht anë personale. Qysh, dhe ndoshta edhe përparësia më atë. Sa herë që ne kemi pas gërmime dhe ekipet kanë gërmu, nuk është që kom shku me gërmu, edhe shpesh herë jam mundu edhe me u largu prej vendeve të gërmimit, sa herë që ata kanë pas gërmime, unë në anën tjetër e kisha atë ndjenjen e rënduar, emocionale, shpirtnore, se mos rasisht, po ndodhë gjetja dhe të bëvi tjerë. Natyrisht që shpresoj, jo me këtë qasje të Serbisë, sepse unë e kom pas përballë. Disa herë, dhe është shumë e rëndë kur e din që ata din, kur e din që ata e kanë përgjigjen që te kërkon, dhe e luajnë një rol shumë interesante të viktimës përballë faktorit ndërkombëtar, sepse takimi kanë gjithmonë me faktorin ndërkombëtar, e luajnë një rol të tillë të viktimës, kjo t'jep me nënkuptu që ata s'kanë me ndryshu qasjen, s'paku jo për një kohë.